Mbi 45 piktorë nga Trojes shqipfolse për 3 ditë do të pikturojnë atraksione turistike dhe pamjet më të veçanta që kjo krahin fal. Sipas tyre, vjeshta e kolonjës këtë herë është magjike dhe ri mirë në Telajo. Unë jam Pashk Përvathi, jam nga Lezhë. Është disa ta herë që vinë kolonjë. Kam ardhur në koloni, po kam ardhur dhe privatisht sepse kolonja mua më pëlqen shumë. Më pëlqen relievi, më pëlqen gramozi pafund që më duket si një skulpturë në natyrë. E kam pikturuar disa herë bile njërin nga pikturat nga peizazhet që kam bërë këtu në Ersek, Gramozin, në Prag Mbrëmje, e kam në koleksionin tim kryesor. Vjeshta këtë vit është më mirë se sa Korça, është më mirë se sa Pogradeci, dhe kemi ngullur këtu, edhe nuk do të shitemi për disa ditë, po kënaqemi. Gjithmonë çdo vit që vim është shumë bukur se vitet tjera. Edhe vim me shumë dëshirën e madhe për të hedhur disa momente shumë bukura këtu në Telajën tona. Këtë vit po pikturoj malin e Gramozit edhe këto fushat, pak edhe në sfond edhe Ersekën. Shumë mikpritse. Kolonja ka plot peizazhe të bukura. Fillojmë që nga Erseka, që nga Qafeqarit e deri në Leskovik, ka peizazhe fantastike. Unë sot po pikturoj kishën e Borovës. Është një peizazh shumë i bukur, më ka pëlqyer. Kam bërë malin dhe peizazhe të tjera të Borovës, por u fiksova sot këtu ja. Është shkëlqyer vjeshta. Kolonja është gjithmonë e shkëlqyer. Vim me qejf. Sot kam zgjedhur këtë peizazhin e bukur këtu. Ka hapësirë, ka ngjyrë, ka lëvizje. Vjeshta është shumë e bukur. Tani është në momentin më pikant të saj dhe besoj që kolonia ka erdhur në momentin më të përshtatshëm. Po, kanë erdhur nga e gjithë Shqipëria dhe besoj ata janë më të kënaqur sepse kjo vjeshtë nuk e gjen në vendet e tjera. Fatmir Toçi, kuraktor i kësaj kolonie, tregon se tani është bërë traditë që 10 piktorë të qëndrojnë gjatë vjeshtës në kolonjë, ndërsa të tjerë me aktivitetet ju shërbejnë promovimeve të zonës. Edicioni 8 që bëhet pikërisht në krahinën e kolonjës, duke nisur me qendër Ersekën, por duke përfshirë pjesën më të madhe të gjithë vendbanimeve që janë njëri më i bukur si tjetrin, duke përfshirë këtu bashkarisht edhe natyrën, që është një dekor i pazëvendësueshëm, sidomos për piktorët e plenerit. Tashmë kjo është bërë e zakonshme që këtu janë pak a shumë piktorë, janë 45 piktorë, që vjen nga gjithë trevat shqiptare në rajon, pra jo vetëm nga Shqipëria dhe Kosova që janë gjithmonë të përhershëm, po kemi piktorë nga Maqedonia e Veriut, kemi nga Malizi, që kanë ardhur këtu, edhe duke dhënë kontributin e tyre me pasionin që kanë për artin, por duke dhënë një kontribut të jashtëzakonshëm për promocionin që i bëhet se krahia që e meriton. Disa prej pikturave të realizuara do t'i dhurohen fondit të Galerisë të Arteve në Kolonjë.